Hajde vis një kafe ta pim, se pun pëlqen edhe ta pim një kafe. Me shikim të parë ke rënë dashni? Kanë thonë asnjëherë që s'ke një fëmijë. Analiza parë është që e ka bën, a ka fëmijë, as ka. Sa ka qenë vështirë 14 vite për juve? Tani që atëherë nisa me ndijat mungesën e fëmijës. Një ditë do të gjuhë në vëme që shenë këthua dhe apa. Ka pas në i moment që jeni dorëzu? Tha shaki që po ka nëse njeri pa gërgjon nuk ka. Tha po, tha mës me bëth mi, tha andomja, tha shkur një jetë. I shkon të menua gjanë aja që mës me bëth mi, edhe unë i thamë për ma një tjetë se s'tis që të bëth mi. Gjithëm ka thamë e mërë birë me pas një vlatë tonë në prahem, stufit tjetë e ma shumë edhe ka dek me si qilë shka këtë saj punë. Jo më nuk jam shelësëtës, nuk ju kam shelë. Që të dyja në kom pak ma të rëmë. Jeta pa nonë pa eronë shumë, po lumi që fërnu se ke marrë. Edhe mos me pas mina kemi më plak bashkë. Për herë të parë, këtu ke marrë lajmin që do të bësh baba. Urime po bësh babë, edhe nështë a ke po edhe reagimin. Çdo të shtunë nga ora 19, vetëm në kanalin tonë zyrtar në YouTube, Rrëfimjete me Baki Zëqirin. Mirëmbrëma shikues të nderuar, mirë se po takohemi edhe në këtë javë në emisionin Rrëfimjete. Edhe sonte në këtë studio do të kemi emocione dhe një rrëfim shumë të veçantë. Në këtë studio do të vije Selim Guraziu, i cili do të rrëfen shumë çka për jetën e tij. Do të rrëfen se si u bë baba pas 14 vite martesë. Meqense është një sfidë e madhe që 14 vite martesë të sfidohesh me paragjykime dhe me pritje që të bëhesh baba. Por ai dhe bashkëshortja e tij nuk u dorëzua asnjëherë, pavarësisht për një kohë që jetuan të distancuar, gruaja në Kosovë dhe ai në Gjermani, por dashnia mes tyre asnjëherë nuk u shua. Falë Zotit, ata në jetë pas 14 vite martesë sollën një vajzë, dhe ajo vajzë është gjithçka për ta, është një shpresë për të vazhduar jetën tutje. Në këtë studio do të vijë Selim Guraziu, i cili do të rrëfen emocionet e tij se si ishte që të bëhet baba pas 14 vite martesë. Andaj, qëndroni me ne. Mirëmbrëma Selim dhe mirë se erdhe në studion e emisionit Rrëfimjete. Mirëmbrëma, mirë se vizita, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë edhe ty që ke gjetur kohën që t'jesh sonte me ne dhe me shikuesit tanë në emisionin Rrëfimjete. Besoj që kemi shumë gjëra për t'i biseduar gjatë këtij emisioni. Po, faleminderit edhe herë për ftesën. Selim, në emisionin Rrëfimjete ke ardhur për të treguar një rrëfim pas 14 vite për herë të parë je bërë baba. Me të vërtet një përjetim, një diçka që nuk është se për herë të parë në këtë studio do të rrëfesh për këtë histori. Kjo histori ka bë shumë mbujt madhe në rrjetet sociale, duke postuar sepse me të vërtetë është një ndjenjë e veçantë. Para se të kalojmë të rrëfime, më intereson si u njohët me bashkëshortën tuaj para sa vite edhe si ishte njohja juaj, fillimet tuaja të dashurisë. Unë jam kam shku në Itali në 2006, edhe në mena një viti i kam bërë dokumentet dhe kam marrë pushime në Kosovë tani. Kam marrë në maj 2007, edhe kam taku të shkolla në bazë një kushërinës tem. Aja kom me një klasë me atë kushërinën, me malësorën. Edhe aja malësorja, unë i theshtë malësorja më i me pi kafe me këtë qikën. Aja ma bajke jo Selim se prishnë me familjet saj se i ka pos familjen këtë Gjumëni. Edhe i thash, po hajde vis një kafe ta pim, se pun pëlqen edhe ta pim një kafe. Ma shkurt e banë punën, dollëm pitëm kafe, edhe nuk më refuzaj. Edhe pas se kemi fillu në maj 2007, tani jemi feju me 31 gusht 2007. Do të thotë që për herë të parë, me shikim të parë ke rënë dashni?
Jo, unë e kom përcjell se herë rreth shkollës. Do më thonë, nuk ka qenë hera po. Jo, aja mu nuk më ka njoh, po në kushurinën tem po pas kushurinës nuk i kam vazhduar, më disha te shkolla dhe e bajsha atë vëzhgimin. Edhe nja 3-4 ditë edhe po është e përcjella që është gjetja u po ke edhe ma shkurt po që edhe më pëlqej edhe që ke mirë u po edhe qysh ku menu atëherë dhe tash që ashtu më ka dalë. Dhe në 2025 tash. Nuk ka ndryshuar gjë. S'ka ndryshuar gjë. Edhe ma shkurt nuk jam pishman hiç për ato që ku mungohet masojnë edhe në Do të thotë nuk është se ke vrapu shumë kohë gjatë. Jo, me të thonë drejtën një 10 ditë. Një 10 ditë, po, 10 ditë. Një te ja ku mush menën kushurinës, që me da me fikove tani dolëm edhe pranoj, tani erdhëm ka ardhë edhe në katon të shushja vetë me nejtë, unë e kom pos kushurinë, kemi nejtë edhe aty tani të trosh muhabetin ma shumë, edhe pak njerë jemi konë së kuna që shtojnë në zezën, në vëden. Sa kohë keni shumë në zezën? Prej moje deri në gosht. Në gosht tani ku ka familja sa për Gjermanie, se kur të na që shështë atet mja që mësitin, ja kom që dojën edhe s'kanë bë fjallë. Edhe u feju me 31 gusht 2007. Për sa kohë keni qenë të fejuar? Para se të matoni? E feju në 3 vite. 3 vite për shkak se gjendja ekonomike akon pak e rënë. Nuk e kom pas shpinë ku me ditë sa të mirë, po edhe nuk e kom rrejt. Nësën, kur jemi taku, jemi njoft, ka pranu me orë të shpia dhe ka po shpien, dy Albania jati këna pas. Që ata në thashtë që kjo është pasunia jem, ta marrë me një s'kam qef më të rejmë, më të marrë në qafë, që kjo është pasunia jem. Edhe aja, po më pizotën një mazin tonë, ma voni tha mu së më interesant të pasunia, po më interesant më konë njëri. Që mos me pas probleme. Selim, ti me të vërtet shumë i sinqertë, nuk ke pas frikë, do më thonë momentin që ja ke prezentu shpinë, edhe nuk është se ke pas një pasunit madhe, që ajo po të tërhjekët? Jo, aja, unë thash që ku ka orë mu, aja më ke pizotë dhe mazi, se unë thash, ju më shku në Itali, edhe për, mësi më shku në Itali me punu, me bo dishka, tani masanina, mësi më feju, në qatë kohë edhe kom njësë edhe shpijen tani. Dyjat, edhe u fejova edhe kom njësë shpijen me maru. Edhe kanë orë më mnimu tani edhe shushni, se e dishin si rrëth kam, kanë orë më mnimu, e tani që aty e ka po që edhe nuk jam unë i rrugëve, po me hecë para. Edhe tani për ata nuk ka refuzu kur gjonë, edhe asaj kom me sigurisë, edhe asaj kom pëlqy, se mas mi pas pëlqy më shtonë jo direkt. Edhe... Po pas 3 vite fejes u martuar. U martuar me 9 gosht 2010. Edhe kom bon, edhe atë kom bon dash në restoran të Kështjella në bojt Malishevës. Selim, pavarësisht kushteve që nuk keni pas një shtëpi të mirë, do me thonë, a hengu nuk ju ka mungu në familjen tuaj? Kam hi bërsh për këtë punë, me sineta 3 vjet i fejum, kom hi pak bërë se edhe shpija edhe dashme a dyja, se kam bo dashme edhe në shpe edhe në restoran. Me të vërtej dashme të madhe? Po, dashme të madhe edhe baba kishke qef se isha maj madhe prej vllaznive, kishke qef me bo dashme edhe banëm. Normal, me shushnia që më ka nimu se vetë nuk më pos mundësimi më rrinë krejt. A ta është që kom bo bankitin e qikës, aja e të ne ka mujtë. Pase që ju martuat, pas sa kohë menduat mu bu prind? Na, 1 vjet e lam, sikur krejt. Hajt, 1 vjet pe lam, pa për shumë, edhe s'kemi shku hes në përmjek. Mas 1 vite e banëm planin për me bëhë me. Edhe provum, nuk u ban. Tani mas nej fillum me mjekësi. Kam fillu një në komunën të nësare i këtë. Përdashim me ilaçe që ishin ata me analiza në atë. Edhe nuk u ban. Mas Suarikës, tani në krejt Kosovën nga të ja, që jem kona për mjek. Për me provu. Edhe nuk e deshti në Kosovë, nuk e deshti hes. Pas Kosovë?
Pas Kosove e mora nusën në Itali, me si abona letat në Itali, kam shku në 2019 në Gjermani. Gjermani të familja nusës këm nejtë, edhe aty kam shku e kam me pravu për puna fëmijës të mjek, im shku të një mjek në Turqelin ka konë, më ka që një shok i Stogit, edhe më tha që vllavi jam ka fëmi të qikja mas 18 vjetë, edhe na nevoj di, ajë shkoj me pravu, edhe kur shku sa 1.500 euro mi pagu një herë, tani edhe 5.000 nisi të banë, ato më theke sigur për 6 muaj është sigur. Do me thonë start, pa fillu asgjë. Ai, veç do ilaçesh nuk e di çka janë kon ato, veç kështu i përdosh me dytë tani, jo vetëm unë, po edhe unë edhe nusja. Po nuk u bëha sa aty, dështoj. Tani në 2019 jam kthi prapë në Itali, edhe mos këm lëviz. Këm fillu në Itali mjekimin, shkom në spital privat, edhe shkom me 2 mjek që njerën, një me ka konë një Filippo, akon, të një mas Filippos një tjetër. Selim, unë farë që po të ndërprej, po sa ishe në Kosovë të mjekët ju fajsonin ty apo bashkëshortës për fëmi, thëshin që keni fëmi, apo do me thonë e dishin fajin se ku qëndron? Jo, nuk kanë thonë asë njëherë që s'keni fëmi, kontrollat e kemi bon do me thonë bazë të analizave gjithë shka ka qenë rregull. Këtu një unë ka pen ku në Kosovë, kër jemi shku në për mjek që e kanë ndru mjekun, thëke kështu shatë pas ka qete. E në rëjke ato i heqke, thëke përdori që tu ti... Se cili mjek nuk është përputh me diagnozën e kolegut. Qa është, edhe i ndrëshmi. Pa mo pa analizë edhe mu nuk më përgjeke se të me bo njerë analizë me gjithë problemin kua. Ma shkurt jem ka në Gjakove, këto tani edhe në për mjek për pëllu, kështu që këto në ndrënasta e plaka, si a dijemin që u qësha në 6 mëngjes me shku, ku shkësha aty, apet i 3 i 4 isha unë. Qatë shumë që vishin, ka pas rast ka taku nusja aty. Po qëfar plake ka qenë, ajo ka qenë doktoresh apo? Jo, kështu me të nëgjeshne, se kur na të shqiptarët me nëgjesh. Këto i ke provu në Kosovë. Po, gjdo në Skënderaja, në Gjakova, në Prizren, në Suharike. Po pastaj suksesi më i madh ishte në Itali. Në Itali, po. Për sa kohë u kontrolluat në Itali? Në Itali, herë në ma shkurt 1 vit, ka bon vetëm analiza. Analiza parë shko që e ka bon, a ka thmi, as ka. Edhe i dule analiza, ma shkurt që kjo thmi ka. Thmi ka sigur, po vetëm me gjithë të dvim të problemi ku është. Para se të vini të suksese, sa ka qenë vështirë 14 vite për juve? Po, njëherë, që atërë në fillim nuk e mërzisha vetin fort, edhe kër e nisën ke shëshëria jam e shakan, me post një, tani që atërë nisa me ndijat mungesën e thëmis. Po, e kom posa durimin, ma shkort, durimi se një ditë dhe të gjithë në dhone që shenë këtu edhe ata. Ma shkort, më nalë në kjo më nalë, kom vazhdo rrugën prapë dhe pas dështimit, kom vazhdo rrugën prapë, pëse më ka spital privat, gjitha kretin ka me pagesë. Po aty të puna pare, se tani e morëm vetën pak, të punu e morëm vetën edhe i banëm pak pare, edhe nuk e kisha problem atë paret për me mjeku. Se me paskon për shumë me thonë, o beti kisha pas paret, bërë nështë ta i shban. Do më thonë të kjo nuk ka qenë problem parja? Jo, asëherë. Se thash, edhe i morëm kom pak vetë, po edhe këm pas shëshrin shumë që më kanë thonë, të incentin e fundit e japëm për ti, se jam i lidhë me shok shumë, edhe më kanë thonë që shto shumë shok. Edhe
Po, apë vetë më shumë s'ka pas nevojë më ndihmu se i kam pas të mija. Po, Edhe ka pas në i moment që jeni dorëzu, jo, asnjëherë më dorëzu jo. po bashkëshortja, cili ka qenë mendimi i bashkëshortës tuaj, me qenë se me të vërtet kur një qift nuk ka fëmijë, pavarësisht që ti e ndjen veten shumë i zbrast, boshllok në veten tuaj, po pastaj janë edhe pyetjet e tjerëve që të lodhen. Do më thonë gjithkohën ki pyetja, ka diçka të re, pavarësisht që krejt ata që të pyesin e kanë dhimbjen e njëjtë, po pastaj ti fillon një stres i papam. Këto të drejten mu, nuk më ka ardhë asnjëherë mërzi për çdo koni që më ka thonë ose shko dikun ose ako në tri. Asnjëherë s'm ka mërzit. Veç që më thonë, po munohëm bre edhe kur do Zoti na vjen. Po përgjegjja e nusës cila ka qenë? Edhe nusja për nusja u mërzit ke më shumë. Vlet ka zë një rast akon kur i dhanë pushim këto për Italie dhe s'u ndal me shoqni shumë. Edhe s'ma prish asnjëherë si dal me shoqni. Edhe shkova kesh me shoqërinë e të më te kanë 12 natës vëlla çfarë, edhe ku erdha në shtëpi e gjitha të kaj. Edhe pe tham, shaki që i po kanë, s'pun kallëzën. Tha shaki që i po kanë se njeri pa gjonë nuk kanë. Edhe tha shkallëzëm, mës ta që në magat, kallëzëm shkaki. Tha po, tha, mës me bëth mi, tha, andomja, tha shkur një jetë. Në dike në më plak, edhe në qësën e epizotit mi, mirë ose snalla, tha shumë e te kena më plak bashk. Edhe që të jakon e pak më kam mërzit, se i shkon të menu atë gjanë aja që mos me bëth mi, edhe unë i thamë për ma një tjetës se s'ti që të bëth mi. Po ata unë e kur një jetë se ka menu, kur e që se ka menu ata. Edhe një kam prej babës, që edhe e mërzit shumë. Baba kërë gjithëm ka thonë e mërë birë me pas një vlatë tonë në prahem, stufit, tjetë e ma shumë edhe me dekësëm jetë marak. Kësër në stop dhe kishtë dhe mërzit e për zatë punë dhe ka dek me Sicil shkoke që ajë punë. Edhe kur ka dek, jo më nuk jam shilë sëtë ose nuk ju kam shilë. Që të dyja në kom pak ma tonë. Po Selim, ti do më thonë më shumë trek të ka vdek edhe nona. Po, 92. Më ka në se një më vjeq, motra ka më madhe dhe vlave tjetër 4 vjetë. Edhe tani me atë vlavin ata shti më bashkë edhe me një banis atje, e motrën e kemë të në Kosovë, tani baba u martu, ka bënë 2 djemë, po ata janë alojimi me i shpi. Ndesë ta bëjmë qetën, ndashtë se unë njerë ju më orientu, mas me bon kur gjonë, kur e kom marru që a shpi, ju më orientu vetëm të thmija. Mas me bon më asë, kur gjo heq, vetëm orientimi e konë të thmija që më bon edhe në prind. Ishte jeta panon, pa eron shumë, po që më vëzut e ka shku qështu. Po baba, në momentin që nuk keni pas fëmijë 14 vite, a ka pas do një rast që të ka thonë me marrë një nuse tjetër, se zakonisht prind kërkojnë fëmijë në shpe, a ka pas në një rast që të ka thonë munda, apo me marrë në një nuse tjetër? Jo, asnjëherë s'ma ka thonë këto. Bile baba konë shumë i knaqën me nusën, unë se herë në shpe se nusja ka në 8 vite, këto mësi me martu ka në 8 vite. Do më thënë ti ke qenë në Itali nusja 8 vite? Po, nusja ka qenë këto me babën edhe me ata vllaznin tjerë, edhe se herë i marrën pushim, baba më ka thonë, lumi ti, çfarë nuse ke marrë. Për herë akon kështu, edhe unë e disha që është i knaqën edhe i ka net gati edhe babës, edhe kur akon smut ma i ka net gati, javë zakonisht mose. Mesi ka dek baba tani e kom marrë nusën në Itali. Po ka qenë problemi dokumenta, apo që nuk?
Problemi i dokumentave dhe pak i borgjëm. Se kur martova edhe shtëpinë e marrova hina pak borxh, edhe tash me morra nusën atë jemi pagu krejt, tani nuk musha me ja dal. Edhe me nusën ram takor që a ban ti pastaj që tu edhe tani vjen. Edhe aja ka me gjithë dëshirë kur nuk më ka bon Selim, pse nuk u morë, Selim krejt pi marrin, ti së morë më la kur s'ma ka bon këtë. Nuk më ka dhënë, për shkakun më shtresu si që ti krejt pi marrin vetëm ti jo. Ato kur s'ma ka thënë as nusja. Ka pas dikush nga familjarët e tu që i ka thonë shembull na le djalin pa fëmijë? Jo. Nuk e besoj që ka thonë dikush. Nuk e besoj, s'ma ka thonë asje, nështë edhe i kanë thonë akosh, po unë për veti nuk e besoj se ma kishton. Ma kishton si Selim valla më tha kjo kështu, ose kështu kur nuk i ka pasur. Kur kush nuk i ka bon dha stres, a kom vetë stresume edhe nuk i ka bon stres kur. Selim, do të flasim për ndërhyrjen e fundit, apo për IVF-in për herën e tretë që e keni realizu. Si shkoj procedura edhe a kisha ato pikpyqjet e tua me qenë se 2 herë ka dështua, mos po dështon edhe herën e tretë, se më duket që ose dështon edhe herën e tretë, ma nuk ke drejt, mos gabofsha. Si shtojnë të na treta vërteta. Aja më ka dhënë pak besim që baki që kësi jove ka më bon. Gjatë kësaj periudhe, çka mendojshe ti edhe bashkëshortja jote? Unë çdo herë unë të thash që shpresa si kam u pas një herë. Kom thonë gjithë një herë edhe unë do të bona babë. Do të vjen e ditë që edhe unë. Edhe aja që të dështimi i dytës, aja kojke shumë. Tësha mos koj se nuk ka zgjidhje. Me kojt nuk ka zgjidhje, mërzit ke ma shumë. Edhe pse ja pa ta dhonë në aton që atë besimin e plot që gjore, na kemi më plak bashk, edhe mos me pas mi na kemi më plak bashk. Edhe ja dhash edhe aton që mëse kur në kry mëse shtin që Selimi ndahet pse s'po pa fëmijë, kur hiç. Selim, tani po e shohim këtu edhe një video që ta ka sjell djali i vllaut, po nduket. Nipi, po. Që për herë të parë këtu ke marrë lajmin që do të bësh baba. Kur erdha këtu ka marrë prej spitalit, i ka pas të bane me pas analizat që me bon atë testin që është asar. Se këto testet që blinë barnatore me bon, a i ka dalë pozitiv 2 herë, po e ka prit deri lajmin e mjekut, dhe se ta jep lajmin e mjekit. Edhe në këtë video, kunata e ka përgatit ton, e ka shti testin, gruaja e vllaut, po Adelina, e ka shti testin qatë kutijen, edhe i ka thonë Angel e ka djali i vllaut, qoja gjagjit se e ka që mësusja dhurat. Edhe une, mësusja dhurat, që ka më përmu mësusja dhurat? Njëherë jo, se visë sa edha prej spitalit tonë. Këta e këshin përgatita testin, po kur ka dhonë spitali lajmin që është sigurt, është shtatzan, tani e ka bon aja këto me atë testin në farmaci që i ka bli. Edhe shkëm, kur e qila, si posh, tani dita po njëherë tash më supsja, përshka mu më dhonë dhurat, dhe kur e prunë njëzli, tani aja Adelina direkt më boni dhe urime po bo është bab, edhe nështë ta ke po edhe reagimin e. Po, me qenë se aty videoja është në momentin kur ti ke shfaq emocione, do më thënë nuk është më shumë. Se prite atë moment, se ishte për tyja atë moment me qenë se 14 vite ka qenë një ndër e jotja? Momenti më i lumtur që me prit një lajm që po puna babë. Po bashkëshortja? Edhe aja mirë, aja kom ropa njështë për me po reagimin tem që për reagaj. Po tani nuk e ka ingjizu, kër e miqu e jemi marrë në rek, edhe ja kemi uru njëni qitrit. A tu do që jeta jote ndryshoj gjithë qka? Vis nisi me ndryshu. Edhe tani e mora në rek edhe i thash urime që po bash në unë, edhe jam më bani urime që po bash bab.
Kështë thënë, kanë ato emocionet. Po pastaj për gjinit, paso kohë e zbuluat se a do t'jetë vajzë apo djalë? Mas 3 muaj. Mas 3 muaj. Po, mas 3 muaj. Edhe ato më ka bon surprizë kënot Adelina me një farë baloni. E kish montu ato shka që shtina qika djalë me një farë baloni zi, po unë nuk e disha. Edhe kër e prunë një, tha, edhe tash Adelina, tha, edhe shpërtheni këto. Edhe kër e përthim qik, po për mu, së më ka bon zemra vërë për shumë se ku e ti shko djalë. Ja, edhe qik, jam kërshurja thmime, thas. Po nusja, zakonisht nanat kanë dëshirë vajzë. Po, jo, aja, besot e ke, aja, une vajzë nuk prisha punë hisë, e the ke, be ti shko djalë. Tha, hajtë se s'ka gojle. Aja kundër ta, aja the ke ti shko djalë. Këto veç për shofim një foto që është postu, do më thonë, edhe në rrjetet sociale, ka bo bujt madhe lindja e vajzës tuaj. Na tregoni për këtë foto edhe për këtë moment. Kjo është momenti më i lungë për në botë. Që jam një njeri më i lungë për në botë. Që për jetë pare ka pa fëmijë në dorë. Të do ke gjdo gjë e pa mundër. Kër e ka pa në dorë, më do ke bile sefte ja kom dhonë në nusës. Kër e prënë në mjekë, tha, merë ati tha që jo sefte, nusja e kap, tani e kap jonë. Edhe më shkurt momentin më lumë të më povë që edhe mura epititit e më bo prindë, më babë. Po, vajzën, se kini pagzu? Aurela. Ideja e kujt ishte? Ideja, unë e kom dosh mjelon emni njëherë Rasela, edhe u përshtat keme mbi emër Gurazio, edhe dësha me lidh shkronjat e mija edhe të nusës. Rahime Selim. Po. Edhe Rasela kapke. Po, Rasela, po nuk e kapke ku me di sa, u përshtat keme mbi emrin. Rasela Gurazio. U përshtat ke. Tani, ata e ndrun edhe kishke qef edhe kunota, nuk ja prisha kunotës se edhe kunota kohat meritin që ka ngojt me nusën, mashme kur nuk isha une, që u do shke më konën pa tjetër, isha unë, po tani ishke edhe kunota Adelina që i ka net offer gjitha herë. Gjitha herë s'ka pritu, ka ngojt me tonë në stop. Do me thonë, gjatë bisedës të kunotën e përmene sa herë. Kjo është gruaja e vllau që qëndroni bashkë? Bashkë, po. Bashkë. Shumë, me të vërtet një mrekulli, keni një komunikim shumë të mirë, keni një lidhshmëri shumë të madhe, me qenë se gjatë intervistës e përmene shumë herë kunotën, do të thëtë është shumë mirë kur keni në rreth njerëzit të tillë. Unë me thonë drejten, ka njëherë, kër jem banes, kër lypi uj, i thamë, që Rahimi që të ma do uj, a i quhet për para, edhe ma bjen uj. Do të thëtë një respekt jashtëzakonshëm. Respektin aja ka shumë të madhë. Shumë madhë, dhe unë e bajnë atë respektin si kunot, ma aja e kalën. E kalën edhe i regati shumë, aja. Dhe ta është në stop e ma në dorë dhe nuk i thetë kur Aurel, i thetë qika janë. So ka ndryshu atmosfera në familjen tuaj në momentin që ka ardhur vajza në jetë? Shumë. Edhe ka motra ka ardhur për Kosovë, me prit në Banez, ndërsa të vjen nusja prej spitali me Gjasqik. Kam rrinë një ditë para, e shtytën një ditë në spital neti, e motra ka rrinë një ditë para vetëm me prit. Tash kur kthehesh në shtëpi, pavarësisht që qëndron me shoqni deri vonë, tash e sheh vetëm nusën buzëqeshur, nuk e sheh asnjëherë duke qaj. Ja, asnjëherë të kaj vetëm të keshë edhe si ti ndirë, kuma qika. Kuma qika, që fjetë, po veç fjetë për lash. Po, ma shkurt, në jetën ma ka ndryshu 100%, adi si ka njëherë be kuqunën në soba, kër e shak nga të mdoke që bota është e jemja. Bota është e jemja, po... Ma shkurt, inshallah e lutëm Zotit, ati kuna i mungon, ja sjellë Zotit sa më shpejt.
Qysh më ka sjell mu? Unë e kom prit 14 vjet, ka njeri ka prit edhe me 18 i ka edhe ka baki me 12, me te 20 kom ni te 20 vjet pritje dhe tani i ka 18 vite është motra ime që pas 18 vite për herë të parë është bë nanë, me të vërtet është një sfidë në vete që shumë qifta që kanë këtë problem do ta kenë durimin edhe do ta kenë lidhshmërinë edhe dashurinë, me qenë se e ceke edhe ti që ja ke ofru atë besimin, sepse prap po them, është shumë problem momentin që njeri kalon në një fazë të tillë, ki çdo herë pyetje nga rrethi, edhe ti të përjetoni diçka të keqe te vetja jote që thu vetës kur do të bëhem nana apo baba, edhe kur rrethi gjithkohën ta bën edhe atë presionin i parë forme, me të vërtet është jeni gjendje jo të mirë. Po, mua aja pjesë nuk ka mërzikur. Kush më ka thonë për shembull dikush që shko filan që a ka një sentrej, këmë thonë jo, jem të prit. Në stop jetë në prit. Bile kur me të shtazon të shenë më s'kallëzo, po jo përse mësë me kallëzo, ata së njëri ka prit. Tani, bile pjo thamë, ma shumë ishin këtu kushia i shkon të mungu dhe kushis shumë. Se tani mo ato thirjet, ato ku morë në shpeje, për ma uru që më ka orë qika një jetë, që më ka linë qika, për ata po edhe unë në ato temën gjithë i mununa për katone me shëshnije, me këtë në menet sa ma ofër, gjithë me kalu mirë, edhe kam respektin edhe atë respekt e kam sin aty ma halë temë, sin katon, kam atë respektin se ju munu pak edhe me një mu njerës të temë, jo prej gjepit temë, po ku ka pas nevoj, ju mundu me ndimu edhe njerës. Selim, jo në vitin 2024 jeni bo baba. Në 2025 keni bo tash, do me thonë me 2 gusht, po ndoket keni bo një aheng shumë të madhë familjar për vajzën. Po. Na flesni pak a shumë për këtë aheng shumë të madhë që keni bërë? Unë jëmë përgati që shetë, restoranin e kom rezervu Hala Palin Vajza. Po të gudzim? E bona ato krejt ma shkoj të përgatitjen që po manike zemra që ka me shku mirë se gjithë jemi mundu për mirë. Me 9 gusht e kom rezervu restoranin vjetë, me 9. Vitin e kalu? Vitin e kalu me 9, për me 2 gusht qëtë vjetë. Edhe ma bo një restoran, okej, tha, krejt, i pagujt ato kaporë, shka do të krejt, i përgatita tani u kur ktheva, edhe menusën ku pasor, edhe në gusht, a ka në mujën e 6, sa pe kap gushtit, se në nëtor ka linë qika, mujën e 6 është, edhe krejt tani më kanë këndërshtu, qysh me prunë ti nusën shtatë zonë, me prunë këtu në Kosovë, për shka me prunë kemi orë dhe me kërë, i ka 1600 km prej atje ku jam unë në katun temin. Qysh me prunë, për shka thashe këm prunë, për qepë se mos me prunë. Edhe tani, kur jemi këthy prap në Itali, të i ka posë të vizitat të krejt, edhe i ka përmbojt edhe këtu shka i ka thonë mjeko, edhe kur këthy më shkurt, data 5/11/2024, ako momentin ma i lumë të rjetës time. Po shofim edhe këto, do më thonë, me 2 gusht, kjo ka qenë. Po. Unë e kam bënë këtë video vetë. Ti ke qenë ma i lumë të ri këtë? Se të tregon edhe foto vetë, që se jem kun i lumë tërë, po edhe këta... Sa mësafir ke post fëtum? I kom post fëtum 430, kanar 350. Më kanë mungu do kështu, më kanë mungu shoqëria Shqipërisë. Me qenë se është gushti, do më thonë koha e pushimeve, besoj që mjaft pas kanë ardhë. Jo, se shumica janë në pushime. Po, shumica janë në pushime, po jo, mirë kanë ardhë. Këto është edhe momente kur keni hynë salë, do më thonë, për herë të parë me nuse dhe me vajzën. Po. Këto... Kishe emocione? Pak po, kishe emocione se kur i posha të gjitha të njerës. Edhe krejtë jenë qu... Edhe vajzën dorë? Po, vajzën dorë, edhe se vetë ma lanu se tha mojet tje, tha vajzën, e mojet tonë edhe... Kur i posh krejtë ata njerës në kam të rejsh shuplak për mu, më do këtë si paleshka, si shenjë respekti.
Edhe ata janë ngëxu se mos më pas gëzu as që s'kish livrit kamën. Edhe këtë nështë që muj me përmen, këtu kur kam zbrit të, i kam cakru gutat edhe i kam përshëndet gjithë musafirët, njeri parë që ja kam dhënë qiken, është Fatmir Lima. Që të kur e kam kry, ja kam të zdu Fatmir Limës, ja kam dhënë dorë. Ka qenë i ftuar edhe Po. Fatmir Lima. Po, baba ka pas muhabet ma herët, tash edhe kur akon në hage krejta, tash të kemi vazhdu dhe nëse kur më ka vdek baba ka arë më pa, edhe për që ta na lidh neve, edhe ka arë. Biseduam shumë rrëfime në kuadër të këtij emisioni, me qenë se rrëfimi kryesor ishte për vajzën, vështërsitë, sepse 14 vite kërkoje që ti të bësh baba dhe pas 14 vite të gëzoj Zoti me një princesh. E pam edhe ahengun që, domethënë disa sekuenca që keni pas tash me 2 gusht. Do flasim pak edhe për babajnë, me qenë se e cek edhe ma herët, ëndra e ti ka qenë gjithmonë që ti ta kesh një fëmijë dhe fatkeqësisht babai nuk e arriti atë ndër jetë. Na tregoni momentin kur keni ardhur për herë të fundit në Kosovë që ju kanë lajmëruar që babai juaj është në gjendje shumë të rëndë shëndetësore. Po, folshmina me ka mirë për herë, se prej ato ka për smuja prej prillit, nisi ka pak që i ka diktu që nuk është mirë, edhe tani sa ka pas moshni nuk ka mujt me diktu, prej kanceri ka dik, edhe kur i ka shku në veshke ka diktu. Edhe në prill im konë me ta, i ka po ato kontrollat e këtë. Po tani të sajrë folshme me ka mërë, në atë kohë im konë në Gjermani, se 2010-2017 im konë në Gjermani. Edhe e poshen ka mirë që nuk është mirë, edhe i kom i për planit kom marrë, a ka dhe më zgabusha për Bajram e marrë, po ditat nuk më kujtohet cëllën dita kom Bajram e 2017, jo marrë për edhe Bajram, edhe ta unë si kalzova që për shoshin ka mirë vishë shtu u lodhë, edhe ka folke, e disha që nuk është mirë. Edhe erdha, kur erdha zuna në mashkurt një javë dit gjallë, se të shtunën kom pas me otu prapë për Gjermani, ajë veç shtunën në ora 6 mëngjes ka ndru jetë. Edhe ne ishmi na vishin mësafir plate, ato besa ka herë dhe më nishin mësafir se e dike që dishka së në regull edhe vetë, se këtë gjitha ta mësafir me arë me pa babën, se dhe baba ka shumë i shnu shumë, unë edhe vetë, jo babë, po shok e kom pas. Se kur të në, kur ako mirë, shkëshmi na përhu dhe arri shmi, lu shmi letra, unë bajsha me babën bashkë, me lu letra, me kujshi, edhe kur i moj shmi dhe shra, që shetëm nga pishpirik mës me bon, shkam ban, të kemë mrenë në të la me hiju në tyje që se shkrujnë. Edhe e basha janë, misis problem mrenë për shkruj, pra. E me qitë edhe këtë pitakti këndërshtarit. E më shkuti më konë shumë i letë me babën. Edhe dashti Zoti që e zuna një avë ditë gjallë. Ke qëllu këto kur ka ndru jetë? Po, këmë qëllu këto, vetëm kur ka ndru nuk ku mujtë. Nuk im konën deri në 2 natës, kam nejtë se e rushmi të një prej tajtës, e hupi krejt edhe vedin, e hupi edhe krejt, edhe të një tajtët premë të ma veç me pamuk shkrejlesh, me pak boost edhe... Cili ka qenë komunikimi i fundit mes teje edhe babës? Edhe një nuk ja foli vetit, që o më kanë thonë dë njerës tjerë, që si shko mirë edhe më boni me kry që është të rrenë. Unë shtinë me thonë që gruja është të dhënë. Po, është gruja është të dhënë, edhe e vishë më boni me kry. Dhe me këqë jam të rrejtë. E ka ndjetë që nuk është? Nuk është pëse s'ke ma hedhë bashkë që tash në qëtë momente. Edhe aja pak e rënë. Ata një pëjtejtës ma mësën këmë rrinë dilën, tani të hanën, të matën, ma zgabufsha që si jam gabim nuk e di si këtë tejtën, më do këtë akon Bajram. E vishi teshat edhe kravatën, edhe tha ti presëm të kështu mësafir që shdojt, jo me tha online që shpës ka dalë, se miftare ka pas baba i ndjerë. Miftare që shka dalë kështu më naprit. Edhe ditën e Bajramit ka pas shumë njerëz.
edhe nuk ka pas njeri që ka hi e ka dalë pa let. Tani thesha, vetë me viti thesha kuku për mu, si e pas në ditë lirën babës. Se tani baba kon edhe ushtari u qëkës, e u vëros me ndërimi ushtarake. Me ndërimi ushtarake. Edhe Njeri me shumë vlera. Edhe një që më ka bo më një tani pak qysh me thonë, pak ma i knaqen, kur i nisha të i thonë shoku, zotit lësh me është për bacim iftar, unë më do kësi paleshka, qysh pithet, a i mu më tha, pithet edhe atina, më shkur qash që ja kom papa edhe Lëshmëria madhe edhe me fshatet edhe me kuhën e luftës që ja kom në shtarë. Edhe tani, tenjten më shkurt, tenjten të premten, nuse i ka nejtë gati shumë jashtëzakonisht, i ka nejtë shumë gati. Vetëm te pastrimi edhe thëke edhe te pastrimi hi e pastroj se selim më stanin edhe e pastroj. Po jo, kemi pastru 2 ditë e fundit, unë me vllajën me Skënderin, e kemi pastru, baba kajke. Ka ardhëron. Jo, thëke këshure këtë po kthej në këtë jetë, unë e kom la vllavin tem kur kam jetë raqë, qështu të ashtë të jepë më lani mu. Kjo akon dhe ditë para kur mu i keme full, se tani pitejtës ma as ka full, as e gjithë ka nejtë qështu, edhe ma heq dhe sa qëtonën në mëngjes në ora 6, ka ndru jetë. Pavarësisht që, do më thënë, në momentin e fundit e kini gënyu që bashkëshortja juaj është shtatzon, edhe ai nuk e ka besuar, do më thënë, ai ka ikur në atë botë me sy hapur. Po, edhe ju më numë jë mshelë sët, edhe su kam mshelë. Edhe deri, unë e kom nejtë me djallin e mingjes, ka djallin e mingjes eksta për Gjermania, Avdyli, edhe ai ka qëllu atë, se me tajnë kam shumë të ledhë, ka për Gjermania, te në ora 2, kemi nejtë unë e ai. Tani na u lodhëm, shku me fjetë, me motra, me agjen. E kanë rujt, ma shkort në ora 2 kom hi me fjetë me pushopa, në ora 6 vish kom ka pazëm dhe qutha, se nëmë se baba deq, edhe u qova, po jo me atë reagimin, qysh me thonë, me kajt po jo nërsynj aty. Jo nërsynj me kajt që shka të bajone tani këta tjetë më mërzit e le më shumë, po jo më numë jam shelë sësë si kam shelë, tani kom thirë edhe një kujshi tjetër afer aty, basin ndanë, edhe ka ardha tani edhe me nëjqin kufomën. E më shkurt, kur ka dha jetë, në bashkë në të momente, nuk s'kom qëllu, më shkurt për 4 orë s'kom qëllu, se u lodha të rujtë, se tani pitejtë se kemi rujtë dhejtë shtunën, se u dike që ma nuk ka kur gjë. Po me gjithat, shqyqër zote që aje kalon shpin plët, edhe një farforme i kini qëndru afer, në më thënë ka qenë plot shtëpia edhe faktikisht e kalon plot shtëpinë, për ndryshe të gjithë jem të asoj rrugë. Ndoshta është një gjë e keqe që vetëm që nuk të kalon me një fëmijë, po me gjithat ti prapë Zotit ka beku me një princeshë. Po më falë Zotit edhe, po ai nuk e priti, po ai eshe prej qielli. Selim, krejt në fund, cili kishte me qenë mesazhi juaj për gjithë ata shikues të cilët na shikojnë në emisionin Rrëfimjete dhe gjithë ato çifte të cilë nuk kanë fëmijë? Të gjithë ato çifte që ju mungon fëmija, mos dërzohen kur, në ta lypin ilaçin kuma kur son çush e kam lyp vetë, ta në ondë, nështë ta dikush edhe s'ka mundësi, se të kallaj t'i flet prej emisionit që mos munor, po nështë ta nuk i ka kushtet financiare. Ama, inshallah, unë e lusë Zotin, që ati që i mungon, ja sjell Zotit sa më shpejt, se edhe një shokut tim që ju më rrit me ta, edhe ati i mungon. Edhe ati, inshallah, Zotit ja sjell sa më shpejt. Edhe hakon që ta shte, me ka pun për hajë qikën tem, shumë më ka mërzit. Ajo më ne kemë mojtë vetin, po në dyqysh së më sham me mojtë vetin, se disha që ajo është para meje, a martu para meje, besoj më zgabusha, ajo ka 16 vite, a 17, që në kothë mi,
edhe ati inshallah jep Zoti sa më shpejt një fëmijë. Është shoku im me fëmijë si kam ne sa me çollako. Inshallah. Do Zoti sa më shpejt jep edhe atina edhe krejve më shkot pa dallim. Le aton që e kam shok po edhe njërin që se njoh. Shushu Zotit hasëm nuk kam po të ne që thojnë hasmin më se po fsha pa fëmijë. Që të thënë Amin inshallah gjithë ata të cilët kanë mungesë të fëmijëve, inshallah Zoti i shpërblen me një fëmijë se këto sfida i ke kaluar dhe e din sa është vështirë. po, ama vetëm besimin mos me hub asnjëherë. Besimin mos me hub vazhdo, nuk është kjo do të më gjithë rrugën. Qysh kam ngojtur në 14 vite, nështë dikush që shteti s'ka mundësi, po edhe këtu që ti gjinët, nështë i gjinët i laçi, besoj që edhe i vje kismeti edhe gjinët i laçi, inshallah për tonë më Zot. Selim, ishte kënaqësi që të kemi në studion e emisionit Rrëfimjete. Faleminderit shumë nga ti që ndave këto emocione në emisionin ton. Me të vërtet edhe neve këtu në studio na ke bo me lutu. Faleminderit shumë edhe për juve për ftesën, ishte kënaqësi edhe të tregoj gjithë ato çka kam përjetuar unë, t'i tregoj në misionin e juaj, e faleminderit edhe herë për ftesën, ishte kënaqësi. Faleminderit ty.